Miq Prizmos, sigurisht që Partia Demokratike është një nga ato efekte të jashtëzakonshme, sociale, sigurisht politike, po dhe filozofike, mitike, nuk e di, fantazmogorike shpeshherë, e shumë element tjerë të cilat kanë lidhje jo thjesht me Partinë Demokratike, po me Sali Berishën. Ajo është një qenie mitologjike e ngjashme me pikërisht pronarin e saj, Sali Berishën. Dhe në këtë pikë, unë, po edhe shumë si unë, mendojnë që sa të ketë jetën Sali Berisha, urimet më të mëdha dhe më të mira për jetë gjatësinë e tij, aq edhe ajo parti, e cila quhet Parti Demokratike, do të ekzistojë në këtë lloj forme, në këtë lloj përshtatje sociale, përshtatje politike, filozofike, ndër shqiptar dhe jashtë shqiptarëve, në të cilën sigurisht nuk ka për të pasur asnjë lloj ndikimi dhe ndryshimi, hyrje dhe dalja e njerëzve të tjerë, po themi politikanëve të tjerë. Asnjë prej, jo vetëm këtyre që janë, po dhe atyre që do të jenë. Në momentet që është leadership dhe është Sali Berisha, nuk do të kenë as mundësinë praktike dhe teorike që ta sfidojnë, as kapacitetet teorike dhe praktike për ta sfiduar, dhe as mendësinë që t'jenë ke Partia Demokratike dhe t'jenë të ndryshëm dhe në shërbim të ndryshëm nga Sali Berisha. Partia Demokratike është një qenie mitologjike, politike e shqiptarëve, e ngjashme si dy pika uji me Sali Berishën. Sa t'jetë gjallë ai, do t'jetë gjallë edhe një parti e tillë e pandryshueshme në konceptet irracionale që ka për demokracinë, në konceptet armiqësore që ka për pluralizmin dhe njëkohësisht edhe për lirinë e shqiptarëve, dhe për më tepër do të jetë një koncept error politik i jashtëzakonshëm, ku njerëzit paraqiten përpara kutive të votimit dhe mendojnë se po votojnë Partinë Demokratike, dhe në të vërtetë kanë votuar qenien mitologjike e cila ka formën e Sali Berishës, mendimin e Sali Berishës, formatimin psikopatologjik të Sali Berishës, edhe njëkohësisht ka dhe atë që konsiderohet arrivizëm i pa shpresë për të bërë ndonjëherë racional, që normalisht Sali Berisha dhe familja e tij, të cilët kanë pronë Partinë Demokratike, perceptojnë dhe vendosin në veprim, në aksion, gjithmonë, pikërisht këtë qenie mitologjike në mbrojtje së familjes tyre. Partia Demokratike është një qenie mitologjike, filozofike, politike, në mbrojtje të familjes Berisha. Ajo do të jetë e gjallë, vepruese, sa të jetë gjallë edhe Sali Berisha. Dhe normalisht nuk ka për të ndryshuar kurrë, nuk ka për të zbutur kurrë, nuk ka për të rregulluar kurrë, nuk ka për të konformuar kurrë, po do të vazhdojnë të jetë akoma më kafshë mitologjike, qenie mitologjike me thepa dhe me nuk e di nga ato që nxjerrin zjarr nga goja ose me flatra, si një, nuk e di çfarë të them tash, janë do të pa japonezët si i rregullojnë këto Godzillat ose nuk e di qeniet mitologjike të tyre, të cilat shërbejnë jo thjesht për të trembur fëmijët natën, që të bëjnë qiqë në shtrat, por të marrë shjan të gjithë budallëqit që mendojnë që Partia Demokratike është diçka subjekt politik në Shqipëri. Ajo ka vdekur prej kohësh së qeni subjekt politik. Është subjekt mitologjik që i ngjan Sali Berishës. Sa të jetë gjallë Sali Berisha, kështu do të jetë edhe Partia Demokratike e tij. Dakord miqtë mi? Sigurisht që edhe lufta, diplomacia dhe politika janë bërë më atipike. E kam fjalën për ato ndodhitje jashtëzakonshme në botë, të cilat kanë në bazën e tyre jo vetëm atë sulmin e ndërsjellë tashmë midis Izraelit dhe Iranit, ato bombardime, raketa, dron,
avion F-35 që fluturojnë dhe bombardojnë. Edhe jo vetëm sulmin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, urdhëruar nga presidenti Trump, përmi 3 sitet e famshme të prodhimit të ujitra. Nuk e kam fjalën vetëm këtu, po në mënyrën se si sot jo vetëm bëhet lufta, duke goditur shtetet, pa përdorur ushtrit aty për aty, duke përdorur raketa, duke përdorur dron, duke përdorur aviacion, sigurisht duke shfrytzuar ajrin, por në përgjithësi edhe duke u bindur pak atipizmit të jashtëzakonshëm që karakterizon presidentin e sotëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Lajmet e fundit tash, duke filluar nga mesnata, sigurisht është fuzo orari i Amerikës me ne, dan tregojnë që ajo ndodhia e famshme, të cilën po e shpjegoj tani, të bombardimit nga ana e Iranit të bazës amerikane afër Dohas në kryeqytetin e Katarit, ishte një nga ato forma fantastike të një loje politike e cila sigurisht lë me një shije jo fort të keqe ata që e organizojnë, por mërrin disa qëllime. Ajo që dua të them është kjo, që sigurisht në politikën ndërkombëtare atipizmi i Trumpit përbën edhe atë që shpeshherë edhe shtetet të mëdha, por edhe ecejaket e politikës edhe të shoqëruara me diplomacinë e tyre, por edhe me luftën terren, përbëjnë pastaj edhe të panjohurën, ose atë të panjohur e cila po bëhet e njohur shumë kohët e fundit. Edhe kush është efekti? Ja po e shpjegoj. Një nga ato mrekullitë e një lufte me raketa në Katar ishte se 2 orë përpara, sigurisht Katari shpalli ndalim qarkullimi. Po ndalim qarkullimin jo në rrugë, po ndalim qarkullimin e trafikut ajror. Dhe sigurisht mas 2 orësh ndodhi sulmi i Iranit përmbi bazën amerikane në afërsitë të Dohas. Baza amerikane në afërsitë të Dohas është një bazë gjiganteske amerikane, e cila është plotësisht e mbrojtshme për fuqitë e saj të jashtëzakonshme, është më tepër se sa bie fjala një shtet evropian. Nuk e di, nuk dua të përmend emra shtetet, po një bazë e tillë ka jo vetëm të instaluara raketa, bateri Patriot, bateri nga më të ndryshme të mbrojtjes kundër ajrore fantastike, por ka F-35 edhe ka sisteme balistike të cilat shuajnë çdo lloj shteti që është afër. Duhet të mjaftojnë ideja që edhe në Shqipërinë tonë, ke baza e NATO-s në Kuçov, ka 8 bateri të raketave Patriot. Domethënë, nuk është kaq e kollajt ta qëllosh një bazë tillë, sepse sigurisht ato nuk të lejojnë, edhe nuk të lejojnë edhe nga distanca. Por kjo bazë është shumë e sofistikuar në Katar, sigurisht është një nga bazat më të mëdha aty, u shpall armike nga Irani, sepse u goditën sajtet bërthamore të tij. Normalisht nuk është se u nisën nga Katari, por nga Katari janë çuar disa avion, cilët pastaj kanë bërë atë që unë e shpjegova një natë përpara, kanë bërë atë diversionin. Janë nisur drejt pajësorit edhe inteligjenca iraniane një farë mënyrë është gënjur. Përderisa u krijua pastaj edhe mundësia për sulm. Por çfarë ndodhi në sulmin e bazës Katarit? Dhe këtu është domethënia e atipizmit politik, diplomatik dhe njëkohësisht edhe ushtarak, militar. Ndodhi që si duket, edhe shërbimet sekrete dhe diplomacia ka vepruar në të dhe kanë thënë shikoj, ne do të lejojmë që ju dëgjuani. Do dëgjuani, por nuk do të bëni dëme. Dhe sigurisht Irani e ka bërë me inteligjencën ose me 2 pushtetin e sotëm që është në Iran. Është e sigurt që ka një pushtet Ayatollah Khomeini, ai që pasardhësit e sigurt të Ayatollahëve, dhe njëkohësisht sistemi presidencial dhe sistemi ushtarak. Në një farë mënyrë kanë goditur izraelitët dhe amerikanët kanë goditur dhe bazamentin politik dhe ideologjik në regjimin e Iranit. Nuk e di se çfarë mund të luhet sot në Teheran, por një pjesë e madhe e observatorëve duan thonë që vetë lideri suprem nuk është i fshehur diku tjetër, dhe urdhëron prej atje ose del prej atje, por nuk ka lidhje shumë
as me komandat ushtarake dhe nuk ka lidhje kaq shumëta edhe me pjesën presidenciale dhe pjesën politike poshtë në Iran. Sidomos në komandat e marra në shefat e shtabeve, të cilat janë goditur në një farë mënyrë. Të gjithë janë në frikën se kush po goditet, kush ka radhën për të goditur. Dhe normalisht kjo marrëveshje e lajmërimit për të pasur të qartë që të po dëgjuajmë ato raketa që të jemi si më thanë me krenarin tonë që ne ju dëgjuajmë, me që ju kthejmë dorë, kupton. Nuk bëni as i dëm, edhe pastaj çfarë ndodh? Pastaj ndodhi që sigurisht mbasi u gjujtën këto 6 raketa, sigurisht u shkatrua në ajër, u bë një alarm në Doha, u panë edhe pamjet. Pas 3 orësh, presidenti Trump deklaron harpushimin unilateral nga 2 palët dhe boton edhe shkrimin e tij që thotë mes tyre thotë që kjo është një diçka e mrekullueshme, ishte një luftë do mbahet mend si luftë 12, shpresojmë të që të mbahet mend si luftë 12 ditore, se do të zgjatëte me vite. Do shkatrohesh Irani, do shkatroheshin vendet e linjit të mesme, do ishte një fatkeqësi e madhe. Prandaj thotë, ky harpushim përbën edhe paqen, unë nuk kërkoj që mos shkelet. Dhe njëkohësisht rroft Izraeli, rroft Irani, rroft lindja e mesme, rrofshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rroft bota. Kështu shkruan, kështu ka shkruar gjithmonë Trumpi. Është atipizmi i tij. Po si u kalua nga bombardimet në këtë luftë 12 ditore, që nga bombardimet e Iranit për të shkatruar arsenalin bërthamor, në bombardimet e Izraelit për të shkatruar arsenalin bërthamor të Iranit, për cilën ishin lajmëruar. Sigurisht nuk aprovoj shumë veprimet e Izraelit në Gaza, por në këtë rast në Iranin ishin lajmëruar, nuk duhet të prodhohet ajo bombë atomike, nuk është çështje vetëm Izraelit. Një vend, kur i thot një vendi tjetër që duhet zhdukur nga faqja e dheut, sigurisht ai vendi tjetër ka të drejtën pastaj të marrë gjithë masat. Sidomos një vend që është militarisht në mënyrë ushtarakisht i përgatitur në mënyrë të jashtëzakonshme siç është Izraeli. Po kështu është edhe Irani, pavarësisht teknologjisë. Praktikisht kur prodhon bombën atomike, pastaj bëhesh i rrezikshëm dhe këtë pastaj nuk ta lejojnë. Edhe e kemi biseduar dhe herën tjetër, këtë nuk është se do ta lejonin rusët, do ta kishte, sigurisht do ta kishte Irani ose kinezët, jo, nuk e duan as ato. Nuk e duan. Edhe vetë ka të vështirë. Të gjithë ato centrifugat e famshme, të gjithë ai arsenaljet për prodhimin e 400 kilogramëve uranium të pasuruar, ta kishin realizuar, por nuk e kanë realizuar deri tani dhe me sa duket është vonuar prapë. Tani është ideja e kontrollit të regjimit të Iranit. Prandaj ka filluar dhe lufta. Irani ka mbetur vetëm dhe këtë shfrytëzon edhe atipizmi i presidentit Trump. Është prishur pikërisht me Katarin, është prishur me vendet muslimane sunite, siç është Arabia Saudite, nuk është mirë absolutisht as me Kuvajtin, as me Jordanin, as me Sirin tashmë. Dhe sado që bëjnë fjalë turqit për vëllezërit musliman, nuk do të ishin kurrë dakord që Irani ishte i pakontrollueshëm. Ka mbështetje vetëm te shitët e Irakut edhe nuk e di si diku një vend tjetër komshi, pas kërkush nuk e aprovon më, nuk i del zot as nuk e mbron më. Jo se Irani është një vend i keq, i natyrshëm, janë një popull fantastik, është një vend krenar, një vend shumë i mirë, por ka një regjim të jashtëzakonshëm. Tash Iranit i ka mbetur vetëm Houthit në Yemen, dhe nuk e di këta shitët, një pjesë e shitëve në Irak. Nuk ka më anash poshtë lart miq. Është komplet i izoluar dhe sigurisht është i izoluar dhe garda e tyre, janë të izoluar dhe të friksuar gjithë generalet dhe shefat e shtabit. Presidenti vetë është i izoluar, nuk di se çfarë veprojnë, sepse aty veprojnë 2-3 rryma. Besnikët edhe militarët e liderit suprem, po ndërkohë ka edhe forca tjera që sigurisht nuk mund të jenë me të. Dhe Irani ka pasur gjithmonë, janë shtypur me dhunë kundërshtarët politik në Iran, me vite. I gjithë procesi i krijimit bombës bërthamore atomike në Iran është ndjekur prej kohësh, është toleruar edhe stërtoleruar dhe fituar edhe nga Obama dhe Biden, është vepruar në mënyrë jo të sinqertë. Nuk duhet të mbroj Trumpin, po realisht Irani është trajtuar jo në mënyrë sinqertë me kushtet politike liro shtrëngo nga të dy këta presidentit e fundit para se të vi Trumpi në pushtet.
Praktikisht është atipizmi i Trumpit që bën një luftë për të krijuar paqen, në këtë rast e shpall paqen, nuk e di ato ta mbajnë këtë paqe. Mbi fjala kishte dalë në një postim në X lideri suprem duke thënë që jo, ne kishim drejt, ashtu praktikisht e mohon paqen. Por është tjetër ta mohosh, tjetër ashtu si kundër thonë ti je i fshehur diku dhe pastaj të flasësh dhe tjetër të veprosh. Praktikisht, nëse nuk pranojnë armë pushimin iranianët, ai vend do të jetë në goditjet e jashtëzakonshme, jo vetëm të Izraelit, por kësaj radhe do të jenë në goditjet e amerikanëve, sepse sigurisht nëse Irani do thyej disa element të jashtëzakonshëm, jo vetëm të asaj ngushticës së Hormuzit për të krijuar kaos ekonomik edhe sidomos në gaz dhe naftë, por sidomos për të goditur anash ku janë bazat amerikane, përgjigjja do të jetë jashtëzakonisht e fortë dhe e madhe. Edhe sigurisht ka për të qenë një përgjigje shkatërruese, e jashtëzakonshme. Me amerikanët nuk luhet kështu. Po shpresojmë që atje të kenë vendosur një farë mënyrë mend dhe mos për t'i dhënë mundësinë realisht një vendi të tillë të madh, me njerëz të zgjuar, shumë të zgjuar, me kulturë të jashtëzakonshme 3500 vjeçare, 4000 vjeçare, siç është Irani. Jo të sundohet nga regjime teokratike absurde si këto regjime të cilët për fat të keq, për turp të perëndimit janë katapultuar në atë kohë për t'i përballë bashkimit sovjetik të asaj kohe, janë katapultuar në Iran. Pa e kanë marrë në qafë. Unë e di shumë mirë që edhe regjimi i Shahut, Pahlevit aty, ishte një regjim represiv, jo ka shumë demokraci. Por nuk mund të krahasohet me Ajetollahut. Ai mund të përmirësote edhe mund të shkote drejt demokracisë. Ishte një vend i lirë. Kurse ky është një regjim i cili sigurisht pastaj nuk ja ka besën askush. Askush nuk e ka besën, prandaj s'kan për ta lejuar të ketë armë bërthamore. Sepse po t'i kishte, do t'i kishte hedhur. Sidomos në Izrael, do t'i kishte hedhur. E kundërta vërtetohet, Izraeli e ka, por nuk e hedh. E para nuk e hedh sepse sigurisht e di pasojën e madhe. Do të futesh në konflikt me gjithë botën. Dhe sigurisht do të prishej bota. E dyta, mendohet para se Ajetollahut nuk do të mendonin fare, do të hidhnin në Izrael për ta shruar, sepse kështu thonë. Edhe në përgjithësi nuk ishte vetëm Izraeli ai që sigurisht e armik i tyre, po janë edhe shumë vende tjera që i kanë shpallur armiq. Kjo është në fakt ajo që desha të shpjegoja për ditën e sotme dhe normalisht kemi të bëjmë me një atipizëm politik botëror midis luftës, shpalljes paqes, raketave, dronëve, edhe viktimave për fat keq të jashtëzakonshëm. Një fati në 2025 në mënyrë të tillë është fatkeqësia e jashtëzakonshme. Me dalën plan të dytë edhe të Ukrainës, po edhe të Gazës, po që shpresojmë që një paqe e madhe në këtë drejtim të vendosi paqen pastaj edhe në këto drejtimet e tjera. Dakord miqtë e mi?